Të dashur teleshikues, ju përshëndes, po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Këshilli Bashkiak zhvilloi sot mbledhjen e radhës ku diskutimet u zhvilluan kryesisht tek pika e rendit të ditës për përdorimin e fondit rezerv për nxënësit ekselent. Këshilli Bashkiak zhvilloi sot mbledhjen e radhës me shqyrtimin dhe miratimin e pikave të rendit të ditës. Para nisjes së mbledhjes u miratua dorëheqja e Elton Korreshit si antar i Këshillit Mbikëqyrës i ekipit të futbollit të Lushnjës, për shkak se ka marrë mandatin për deputet të Partisë Socialiste. Kryetari i grupit të këshilltarëve të opozitës, Klement Çela, ndërhyri dhe foli për çështjen e privatizimit të klubit sportiv, i cili ka dështuar 3 herë. Ai solli në sallë pyetjet e qytetarëve lushnjar, të cilët janë të interesuar për privatizimin e tij. Sporti është bërë gangren për shkak të asaj që ne kemi nxjerr privatizimin e klubit, njerëzit janë të interesuar dhe duan dhe pyesin gjithmonë se çfarë u bë, pavarësisht se e kanë marrë vesh nga portalet apo nga komunikimet direkte me ju që ka dështuar për herë treta në Kambi. Gjithsesi duhet të shqetësohemi për mbarvajtjen e këtij procesi, sepse dështoj për herë tretë nuk do të thotë që mbaroj këtu kjo gjë. Duhet të demonstrojmë që kjo është serioze dhe patjetër që klubi duhet shkojë drejt privatizimit. Dhe për këtë unë nuk po ngre pyetjet e mia, por kam një shqetësim, kam disa, por nga një futboll dashës dhe qytetar i Lushnjës. Dhe pyetjet që zotëria ngre. Sepse besoj, unë e kam ngritur dhe më përpara këtë si do të veprohet në vazhdim, dhe më keni thënë që do rishikohen kriteret e tjerë për të shpallur rankandin e radhës dhe për ndjekur procedurën e duhur. Pyetja e parë që ngrihet, a do të merren në konsiderat fushata promovuese apo prezantimi më i strukturuar i klubit? E para. E dyta, a është në plan mundësia e ofrimit të 1% të kufizuar të aksioneve, ajo që kam thënë unë, mase duhet ulet numri i aksioneve, sepse tremen nga vlera 100% e tyre. Pra, a është në plan mundësia e ofrimit të 1% të kufizuar të aksioneve për investitorët privat, si një hap fillestar përpara kalimit të plot në administrimin privat? Apo ka ndonjë strategji tjetër nga ana juaj? Kryetarja e Bashkisë si presidentja e klubit ju përgjigj pyetjeve të qytetarit. Kanë dështuar 3 procedura sepse nuk ka pasur asnjë ofertë të paraqitur pranë institucionit të bashkisë. Sipas ligjit ne do të përgatisim për ta hedhur për herë të 4, dhe në rast se nuk do të paraqiten as këtë herë të 4, atëherë do të thresim përsëri vlerësuesen në mënyrë që t'ju prezantojmë, por fillimisht do të bëjmë dhe një bisedë më të ngushtë me ju për të diskutuar që këto aksione ne pastaj mos t'i kalojmë 100%, por t'i kalojmë në 80 apo 70%, por që mendoj që duhet ta bëjmë diskutim para prak mbasi të mbarojë dhe faza 4 me një grup të interesuar nga ju si antar Këshilli Bashkiak, në mënyrë që ne pastaj të vim me propozimin përfundimtar. Për sa i përket marketingut, patjetër që ne përpiqemi të bëjmë maksimumin. Nëse ju keni ndonjë ide apo ndonjë propozim, nga ju, por edhe nga kushdo qytetar tjetër të Lushnjës, jemi të hapur për të pranuar propozimet se si ta bëjmë më mirë. Më pas diskutimet u ndalën tek pika për përdorimin e fondit rezerv për nxënësit ekselent, ku u propozua nga këshilltarët të shtohet kriteri përqindjes për nxënësit. Ne propozuam dhe një kriter shtesë sipas përqindjeve të maturantëve, që do thotë, maturantët për gjithë në gjithë bashkinë Lushnjë, maturantët e shkollës tonë shkëlqim për 30 që jep bursa bashkia dhe del përqindja e saktë sa maturant duhet për një shkollë. Fakulteti mjekësisë, i cili në ndryshim nga këto provime që kontrollohen brenda rrethit, është një provim shtesë. Dhe nga 18 tetori dhe ime mesatare 8.9 arrit kapi degën e mjekësisë, atëherë diku çalon puna. Po të qenë më transparent me dhum si kriter, atëherë në bazë të numrit të nxënësve të nxjerrin përqindjet pastaj. Nuk mundet që përballë këtij fakti ne ti kemi thënë, ti kemi njoftuar dhe ti themi dalë se na doli edhe një kriter tjetër, kjo nuk bëhet më për këtë vit. Po, hajde diskutojmë vitin tjetër, edhe shikojmë se si mund të jenë më mirë kriteret dhe të shkojë me të vërtet hakat e Zotit. Gjithashtu u diskutua dhe pika për vendqendrimet e reja për taksi 4+1, 8+1 dhe autobusëve. Përsëri aksident në Lushnjë, në aksin rrugor Lushnjë-Rogozhin, Benci përplasti 60 vjeçarin që po udhtonte me biçikletë.
Një person rreth të 60-tave që po udhtonte me biçikletë në aksin rrugor Lushnjë-Rrogozhin, në afërsi të rreth rrotullimit të Grabianit, është përplasur nga një automjet dhe ka përfunduar në spital. 60 vjeçari nuk dihet se si ka përfunduar para mjetit T-Benz, i cili e ka prekur biçikletën në tentativë për ta shmangur. Personi aksidentuar është transportuar me urgjencë në spitalin e Lushnjës nga ambulanca, ndërsa efektivët e policisë së qarkullimit rrugor kanë bërritur në vendngjarje jo vetëm për të kryer procedurat e dokumentimit, por edhe për të disiplinuar trafikun në autostradë. Drejtuesi i mjetit aktualisht është mbajtur dhe po pyetet nga efektivët e rrugores për të marrë deklaratën se si ka ndodhur aksidenti, ndërsa nga spitali informacionet e para janë që i dëmtuari është jashtë rrezikut për jetën dhe është nën kujdesin e mjekëve. Dita e trashëgimisë kulturore u organizua në Roskovec me një dasmë tradicionale muzikare. Kryebashkiake Majlinda Bufi tha se Roskoveci betet një vatër e pasur e kulturës popullore. Dita e trashëgimisë kulturore në Roskovec u kthye në një skenë të gjallë feste, ku folklori dhe tradita u ringjallën me gjithë hijeshin e tyre. Projekti Rifolk Rinia, mbështetur nga Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, promovoi folklorin dhe traditën në Roskovec me një aktivitet unik, që solli para publikut improvizimin e një dasme muzikare. Sheshi memorial u gjallërua nga çdo element i kësaj tradite: tingujt e kabas, oda muzikare, ceremonia e pajës, përgatitja e bukës, stolisja e dhëndrit dhe nuses dhe natyrisht vallja dyshe e burrave që ndezin duartrokitje të forta në publik. Momentet më emocionuese ishin përcjellja e nuses e shoqëruar me këngë dhe rituale të vjetra, që sollën nostalgji tek të moshuarit dhe kurreshtje tek brezi i ri. Për kryebashkiaken Majlinda Bufi, ky aktivitet i zhvilluar në kuadër të javës evropiane të trashëgimisë kulturore, tregoi se Roskoveci mbetet një vatër e pasur e kulturës popullore dhe se angazhimi të rinjve është çelësi për ta mbajtur këtë trashëgimi të gjallë. Ajo që e bën më të bukur dhe interesante është fakti që në thelb ka një grup të rinj, vajza dhe djem, të cilët për muaj me radhë janë trajnuar përmes një projekti, të cilin ne kemi fituar nga Ministria e Kulturës me mbështetjen e plot të kësaj ministrie, dhe ka të bëjë me pikërisht me krijimin e një, po themi, grupi vajzash dhe djem të cilët do të performojnë muzikën folk si në këngë, ashtu edhe në kërcim, për të prezantuar dhe përfaqësuar Roskovecin, muzikën roskovecare dhe muzikën muzikare, jo vetëm brenda Roskovecit, por edhe jashtë Roskovecit në çdo aktivitet të nivelit kombëtar që do të zhvillohet. Siç e shikoni në krahët e mi janë edhe, po themi, një vajzë dhe një djalë që kanë veshur kostumet popullore, dhe ajo që është më interesante dhe risia është që në Roskovec, me vendim të Këshillit të Bashkisë, me punën që ka bërë një komision i tërë i ngritur, i dedikuar, ne kemi arritur që të krijojmë kostumografinë roskovecare me bazë elementët, po themi, më të mirë dhe më të bukur që Roskoveci ka për sa i takon bukurive natyrore, por edhe bukurive dhe atyre elementeve të trashëgimisë kulturore. Pjesëtari i grupit të Roskovecit, Harilla Goga, pohon se tradita e dasmës është zbehur ndaj duhet trashëguar te brezi i ri, për të mos humbur këtë pasuri të çmuar të trashëgimisë kulturore. Tradita nacionale sot është tek ne, është zbehur kjo tradit bile. Është kaq sa thjesht për shembull vetë atje bën një urim edhe kaq dhe ikën. Edhe asnjë vend nuk këndoi DJ ose këngëtar të paguar. Nuk ka. Në farmë po zbehet kjo. Jemi në brezat që duam ta ruajmë këtë traditën muzikare, traditën e këngës tabanit. Sidomos këto këngë shumë po, dhe mund të them dhe po kanë kënaqësinë, po gjithsesi do një organizim nga ana e pushtetit ose nga ana e njerëz interesuar për të kenë që të ecin përpara që kjo traditë kaq e bukur e dasmës muzikare ose dasmës roskovecare mos të mbasin në breza. Dasma roskovecare synon të kthehet në traditë të përvitshme për të mbajtur gjallë traditat e zonës të trashëguara ndër breza. Kryeministri Edi Rama në Kongresin Ndërkombëtar për Nanoteknologjinë tha se Shqipëria është një vend që guxon dhe inteligjenca artificiale është përparësi e jona. Kryeministri Edi Rama mori pjesë në Kongresin Ndërkombëtar të Nanoteknologjisë 2025 në Tiranë. Të pranishëm ishin dhe Ministre e Arsimit Mirela Kumbaro, ambasadori i Mbretërisë së Spanjës në Shqipëri, Gabriel Ventura, si dhe anëtarë të Akademisë së Shkencave. Fjalën e saj në aktivitet e mbajti dhe Ministre e Shtetit për Inteligjencën Artificiale, Djella. Kryeministri Rama theksoi në fjalën e tij se Shqipëria është një vend që guxon dhe inteligjenca artificiale është përparësi kyçe për vendin tonë. Ai u referua sërish Ministre Djellës, për të cilën tha se nuk është thjesht një lodër, por përmes saj shumë shpejt tenderat publik do të jenë transparent dhe me integritet.
Besoj që gjendemi në një ag të ri për Shqipërinë si një kom që guxon të udhëheq e jo të ndjek në balë të shkencës e teknologjisë në këtë rajon. Më lejoni të them që duke krijuar një ministret inteligjencës artificiale, ministre e parë në botë e inteligjencës artificiale, Shqipëria nuk po përqafon thjesht të ardhmen, por po përpiqet të bëj pjesën e saj për ta projektuar atë. Diella nuk është një lodër, s'mund tjetë më ndryshe se sa kaq. Përmes saj ne kemi shndërruar atë çfarë ka qenë domen i së mjekulltës në një algoritëm transparent për të shndërruar pushtetin e shtetit në pushtetin e shërbyesit. Në fakt jemi të bindur që herët më shumë se sa vonë do të jemi në gjendje që të ofrojmë përmes diellës një instrument të jashtëzakonshëm për t'i bërë tenderat publik të hapur, transparent e me integritet siç nuk është parë më parë. Si që thash, Shqipëria është një vend që guxon dhe shfrytëzimi i inteligjencës artificiale është një shtyllë themelore e qeverisjes, jo thjesht një instrument, është pra përparësia jone kyçe. Dhe vizioni ynë kombëtar për Shqipërinë e 2030-s në Bashkimin Evropian, besoj është shumë i qartë, shumë qartësisht i rrënjosur në integritet, inovacion dhe udhëheqje shkencore. Me qëra fjala, kjo ngjarje ilustron shumë më tepër se fjalët, atë çfarë po synojmë e po përpiqemi të bëjmë çdo ditë. Ne do të kanalizojmë më shumë burime, reforma institucionale, kapital njerëzor për të ndihmuar në ndërtimin e një ekosistemi të nanoteknologjisë që e ka Spirancën në Tiranë, por që rrezaton apo më mirë është zgjeruar jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë. Fitore historike e forcave pro-evropiane në zgjedhjet parlamentare në Moldavi. Presidentja Maja Sandu i quar në zgjedhjet një disfat e Putin. Parlamentare e BE-s dhe Ukrainës u konsideruan si më të rëndësishmet që nga pavarësia në vitin 1991. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashk, mirupafshim.